shohim që në qytetin e Gostivarit janë bërë shumë punë, pikërisht në sferën infrastrukturore. Ju si drejtues i një ndërmarrje që realisht ka emër në Gostivar dhe më gjerë, me siguri keni opinion, keni mendim se si ka ecur puna infrastrukturore, realisht si ka ecur puna e ndërmarrjes suaj në sferën e zhvillimit të qytetit Gostivarit. Të fjalët janë me vend, po vitit 2016 në qytetin e Gostivarit kemi po dhe punë shumë në dhonje. Edhe nuk e di se për herë të parë me një komunë ndërtohet një orë. Ato punë janë bo vetëm vaktin kur ka qenë Jugoslavia, e mbas e para orës kjo si shë tash në Gostivar. Punët na kanë shku ashtu që sikur është planifikohu, që ashtu kanë shku punët. E ne mendoj se deri ka fundi këtij muajit do t'jetë e lëshuar rruga, si jemi tu e punu tash. Është 20 metra e gjanë, 500 metra është e djatë. Rruga ura është 42 metra e gjatë, 20 metra e gjanë, dhe me thonë, bëhet me standarde tamam sikur i takon kohës. Gjatë kësaj periudhe, ju sigurisht keni realizuar shumë projekte. A mund të kujtoni disa nga ato? Po kena bërë do stadiona në fshatin Reçan, e kemi kompletu, edhe atë e kemi kompletu me standarde se punët kur bërë mirë e vlerësojnë tjerit. Jo ne si kompani ta vlerësojnë, po e vlerësojnë tjerit. Dhe me thonë, jonë bërë një stadion, kena bërë fshatin Reçan me standarde tamam qish i duhet. Edhe në fshatin Mërtit kena pas një rrugë, edhe jemi në gjatësi kena 800 metre, dhe me thonë që tash me kohën e fundit që është kompletuar me asfalt, e kompletuar me tamam. Po ashtu rrugë ne kena pas shumë si mjetë, dhe me thonë kena bërë punë shumë, parafërsisht kemi asfaltu mbi 3 kilometre rrugë vetëm në qytet. Ju si ndërmarrja dhe pikërisht ju si drejtues, për herë keni thënë që nuk i pritoni punës, dhe ku ka punë dhe ku ka punë pikërisht më të vështira, ju jeni aty. Me të vërtetë që ashtu është, ne e tregum në Asambek, i dërgum ja 13 makina, po kishte dhe punë si së një bëshin tjerit, e kena bo ne. Edhe e tregum vetë vetën me punë se ne mund t'i bëjmë dhe punë si së një bëjnë tjerit. Në Asambek kemi bo shumë punë, dhe me thonë, në Asambek ne kena qonë për ditën e parë, me 13 makina. Po kur do të nevoja, e bashkë me vendrimin e tretë, se kërkohesht e punë. Për të shkuar në atë kohë në Asambek, në ato situata kur shqiptarët vërtet kishin nevojë. Dhe ju aty për aty keni marrë një qëndrim dhe keni vepruar duke pas për bazë gjithnjë humanitetin. Ne si kompani i falenderojmë Zotin se nuk ka dhënë mundësia si t'i dalim popullatës ku ta do të nevoja të dalim në ashtu raste. Ne edhe në Tetov 10 e tregum ashtu që duhesh, që sikur do të nevoja që ashtu e tregum. Edhe në Tetov ishim për ditën e parë, edhe njërë kur i mbarum ditën e mbrapën dhe me thonë punët, ishim komplet,
edhe në Tetovi me 2-13 makina, 10 ishin në Tetov. A keni arritë që ta shtoni maqinerin, ose e keni të mjaftueshme, dhe me këto kushte dhe rrethana që keni, arrini që ti përfundoni punën në kohë? Deri tash, çdo punë si e kemi pas për ta bërë, e kemi bërë me afat, e kemi mbrojt tamam, ashtu siç e ka dashur puna. Makina i kemi shtohu edhe pak, se sa më shumë punon njëri, i duhen edhe makinat, dhe me thonë, por kemi bërë makina mjaft. Parafërsisht kemi kënjë 60 makina momentalisht të mëdhenja e vogla. Për të marrë një punë, për të marrë një projekt, duhet edhe të mendosh, duhet të planifikosh, duhet të kesh një buxhet, duhet të kesh një siguri. Për t'ju qas një punë, duhet të bazohesh në rrethanat e kohës. Mirë po, ju përherë keni pas guxim në këtë fushë, në këtë drejtim. Përpara, njeri duhet të ketë zemër, me zemër shnosh, dhe kur t'hipe në punë, mos e qëlluhet sa do të fituhet, sa do t'jes e fitimi, po t'a bëhe punën tamam. E kene, është edhe ajo punë, se si mos kesh edhe buxhet, pa buxhet nuk buhen punët e mdhonja, po do të kesh edhe shpirt, me zemër, çdo punë po t'a kapish, vetëm mos bëhet e mirë. E kene, çdo punë si e kapim me gjithë shpirt shumë, edhe punim shumë me qejf. Shosem në komunën e Gostivarit thash edhe në fillim janë bërë mjaft punë. Megjithatë kërkohet edhe një koordinat me komunën e Gostivarit, me të parin e Gostivarit zotin Beta. Sa i keni koordinuar punët dhe sa jeni të kënaqur nga për punën e kryetarit të komunës? Kryetari i komunës Gostivarit, jo se është i Gostivarit edhe ne jena të Gostivarit, pa ashtu njerëz duhet për të menaxhuar punë. Ndër ato është edhe kryetari i Gostivarit. Është tamam ashtu siç duhet për punët i menaxhon, edhe ne i menaxhojmë punët ashtu, dhe me thonë, sikur e folim, sot nesër e bëjmë punën. Afrohet sezoni, edhe dimri afrohet. Sigurisht që ndërmarrjet që të kësaj natyre, siç është ndërmarrja juaj, bëjnë plane edhe gjatë kësaj periudhe. Mirë po ka edhe raste sezona kur duhet pushuar. Ndërmarrja juaj ka numër të madh të punëtorëve, njerëz që e sigurojnë ekzistencën. Si përballeni me këto fenomene për t'ju dalë në ndihmë? Për punën e dimrit, ne jemi përgatit, e zatimi përgatit mjaft, se kemi makina për pastrim bora ashtu që duhet. Kemi furnizu kryp, 150 ton kryp e kemi vesh në rthat. Se përpara ka thonë pjesht, kër e kje krypën e that, puna bëhet më mëjtë. Po dhe ne e kemi ashtu dhe më thëmi përgatit, krypën e kemi that, për punë dimri nuk kemi gajle. Sa do borë të kete, nuk do të kete problem. Se jemi të përgatit ashtu si duhet. Shoh edhe një tolerancë edhe një mirëkuptim këtu me punëtorët. Në këto situata, si ja dilni, cili është bashkëpunimi dhe se jeni të kënaqur realisht me njerëzit që punojnë në ndërmarrjen që drejtoni ju? Ne me punëtorët e kena pas punën mirë, se punëtorët i quajmë si familja e jonë, edhe se si mos e quajsh ashtu punëtorët e së më bësh punë tamam. A kur i kje punëtorët afer, edhe punët bëhen ashtu që shkërkohen. Po parafërsisht ne, këtu në kompani, jemi familjarisht. Se një 12 punëtori kemi dhe me thonë shumë tafër. Po edhe ato që kur i shofim këto se jënë tafër, edhe ato të tjerit bëhen tafër, edhe punët i bëjmë ashtu që duhet. Më intereson opinioni juaj për
zhvillimin ekonomik. Sepse ju e ndjeni më së miri kur ka punë, kur s'ka punë. Pastaj edhe opinioni juaj shihet vazhdimisht në gëzimin që keni kur keni punë. Përherë duket në fytyrën tuaj kur keni punë ju jeni shumë të lumtur. Kur punoni jeni shumë të lumtur. Po, kur punon njeriu nuk lodhet. Njeriu kur nuk punon lodhet. Kene e shohim se na afrojnë punë, edhe kemi punë. Na kanë afruar një central, edhe jemi për ta bërë kontratën veç, edhe do të punohet në fshatin Padalisht, edhe unë jam pjati fshati, e në ajo do të jetë një punë shumë e madhe, edhe atë punë do ta punojmë ne 2017. Nuk i ftutën a punës. Si duket gjendja ekonomike në vend? Në përgjithësi. Po, përgjithësi, gjendja ekonomike është ashtu sikur që shohin gjithë, po edhe ne. Po ke ne, është puna pak më ndryshe. Këtu në Ballkan, realisht. Normal. Po kompanien tonë dhe të folim, ne kemi punët pak më të sigurta, se punojmë edhe me një turk për Turkije, edhe ma timi shtu që 14 vjetë. Në kur punon me një të fort, nuk kje gajle. Se kur kje shpejnë dhe me thonë, punët shkojnë në pak më mëjtë. A i turk gazda jonë, që shje bëjmë ne punët të në Macedoni, ka qenë minister i ekonomisë Turkijës, edhe në mba mërë neve me punë këto, edhe me pagesa shkon mirë, dhe me thonë, edhe ne mund të bëjmë punë edhe punë tjera, se e kemi ma shprinës tonë kemi njerëz që na mbajnë. Je optimist për kohra më të mira, sigurisht. Normalisht, sidomos morëm të vinë kohë dhe më të mira, se e mira nuk vjen me njëre, e mira vjen ka dale. Po këtu ke ne, njerëzit ma shumë folin ato si nuk punojnë, sa ato si punojnë nuk folin. Ato si nuk punojnë, ato gjojnë sebete, gjojnë gjoja, gjojnë shkaqe. Pa punë nuk ka, duhet punohet. A ka raste që t'i futeni në një projekti, në një pune, duke menduar që do të ketë edhe fitim, po në fund del që nuk ka ndonjë profit, në interes dhe atëherë si veproni? Po ka dhe ashtu raste, po ke ne është puna pak më ndryshe, se ne i bëjmë punët këtë vetë. Dhe me thonë ne i bëjmë punët vetë, edhe sa do, me do mos kete fitim. Se kur të prek dora jote, dora tjetër është ndryshe. Për çdo punë ku punojmë, ne kemi njerëzit tonë, edhe me do mos bëhet edhe fitimin tale. Për çështjen e projekteve, ndodh që ka procedura, duhet pritur një kohë, shoh një zemërgjërsi në firmën tuaj, edhe te ju. Keni durim në këtë plan dhe arrini që t'i kapni punët ose t'i realizoni. Këto punë, si mos kesh kapitate, së një fitështin e punëve mdojnja. Po, edhe zemër. Duhet edhe zemër të kesh, se më mendohu se e bon punën t'i morish paret të vinë me njerë, po paret duhen edhe mas një muaj, edhe mas një viti, dhe duhen paret. Veç që ta bësh punën e sigurt, nuk kje gajle. Dhe me thonë, veç që ta bësh të punën e sigurt, paret vinë. Kujtoj që bashkëbiseduam për shumë punë, të shpresojmë të takohemi përsëri dhe të flasim për aktivitetin e firmës që drejtoni ju, njëkohësisht edhe për të arriturat në komunën e Gostivar. Faleminderit. Ju presim dinja pet, inshallah edhe më mirë. Inshallah këtë komuna tjetër që është komuna e Gostivarit, se
me imi afër, thotë që edhe kemi komunën e Vrapshishtit, kemi komunën e Bugovinës, Tetovës, po parafërsisht komuna e Bugovinës, kryetari i komunës Bugovinës i shon punët, edhe që shofim dhe punë të mira.